Rajim, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, Allah në falenderojmë, salavat e selamet pejgamberit ja dërgojmë. Vazhdojmë me dersën e radhës të fikut Hanefi, duke folë sot, apo kemi për të folë sot për kapitullin namazi i bajrameve, apo namazi i dy bajrameve. Vazhdojmë të lexoj shejhu i nderuar Muhamedi, urna. Autori thot, namazi i bajrameve është vajib për atë që ka farz namazin e xumas. Pra njët, kush e ka farz namazin e xumas, çka e ka farz dhe namazin e bajramit sipas kësaj fjale, pa hy në detaje se kush e ka farz namazin e xumas, sepse kemi folë në javën e kaluar. Po. Obligueshmëria e namazit të bajramit vërtetohet me ajetin kuranor ku thot: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allaha. Për të plotësuar numrin e ditëve dhe për ta madhruar Allahun. Al-Baqara 185. Dietarët kanë thënë, me këtë ajet është për qëllim namazi i bajramit. Për obligueshmërinë e bajramit argumenton edhe veprimi i përhershëm i pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe se ai e kishte bërë kaza atë. Pra një herë ka bërë kaza ditën e parë, s'u ka fal dytën me fitr bajramin. Po. Të gjitha këto janë argumente se namazi i bajramit është vajib. Thuhet se namazi i bajramit është sunet, por se mendimi i parë është më i saktë. Në veprën Xhami us-Saghir thuhet: dy festa janë bashkuar në një ditë. E para është sunet dhe e dyta farz. Domethënë, është bërë vajib me sunet, sepse thënia e tij nuk lihet asnjëra prej tyre, është argument se është vajib. Pastaj fjala e tij, namazi i bajramit është vajib për atë që ka farz namazin e xumas, ashtu si e shpjeguam. Autori thotë: kushtet e namazit të bajramit janë të njëjtat me kushtet e namazit të xumas. Kjo nënkupton se ato kushte janë udhëheci islam, xhamati, vendbanimi qyteti, koha e të tjera. Kushtet që i kemi përmendur te namazi i xumas. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë: nuk ka xuma as te shrik, as fitr bajram, as kurban përveç se në qytet. Ky hadith është përmend më herët. Në fakt nuk është hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por është fjala Aliut radhiyallahu anhu. Po. Autori thot, përveç hutbes, në namazin e bajramit, hutbeja bëhet pas namazit të bajramit. Pra, e xhumaja ka dallim se bëhet hutbeja para farzit të xhumas, kurse i bajramit bëhet mrapa. Pse na tham sikurse xhumaja falet kreta, sepse kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pra, për kësaj rregull të përgjithshëm del kjo, pashtu edhe ta shohim është vajib hutbeja jo. Në namazin e bajramit, hutbeja bëhet pas namazit të bajramit, sepse kështu tregojnë hadithet nga i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Nëse hutbeja e bajramit lihet krejt, namazi është i vlefshëm. Pra, po, edhe pa hutbe albete me ndodh diçka, po. Sepse hutbeja e bajramit është sunet e nuk është kusht, por konsiderohet se ka bërë mëkat për shkak të mos zbatimit të sunetit. Ngjashëm është edhe nëse hutben e bajramit e mban para se të falet namazi i bajramit. Lejohet, nga se arrihet qëllimi, që është informimi dhe mësimi i njerëzve për rolin e kësaj dite, por është mekruh, ashtu siç e sqaruam. Namazi i bajramit nuk ka ezan e as ikamet, sepse nuk ka asnjë transmetim për këtë. Vazhdo. Autori thot, ditën e bajramit është e preferuar mustahab që personi të pastrohet, ashtu siç e kemi shpjeguar te kapitulli i pastërtisë, të përdor misvakun, sepse përdorimi i misvakut është menduar në të gjitha namazet. Është çka? Menduar. Mendub. Këto është i pëlqyer për të gjitha namazet, po. Menduar ai që ndoshta ka kontrolluar këtë libër gjuhësisht, mendub ju ka përzi me menduar. Mendub është i para pëlqyer për çdo namaz, po. Dhe i vesh, po. Autori thot, të vesh rrobat më të mira, sepse pejgamberi alayhis salatu wassalam kishte një xhybe që vishte për namazin e xumas dhe në namazin e dy bajrameve. Dhe të parfumohet, sepse pejgamberi alayhis salatu wassalam parfumosej ditën e bajramit, qoftë edhe prej parfumit të familjes së tij e pastaj shkonte në namaz. Pra, edhe nëse s'ka pas parfum vetën, ka marrë prej familjes së tij parfumos, po. Autori thot, hante diçka të ëmbël, qoftë hurme, rrush të thatë apo diçka të ngjashme. Kështu është transmetuar prej veprimeve të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Autori thot, dhe jepte sadakan e fitrit. E pastaj të ushqimit, domethënë do të përmendim te fitr bajrami ka ngrënë ushqim, kurse te kurban bajrami nuk ka ngrënë ushqim derisa
e ka përgadit, si me thonë, sillën e Bajramit. Po. Autori thot, dhe jepte sadakan e fitrit e pastaj drejtohej për në xhami. E u jepte atyre që u takonte sadakan e fitrit. Kështu vepronte pejgamberi alayhis salatu wassalam. E në këtë veprim ekziston edhe qetësim i të varfërit për namaz. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë: pasuroni ata dhe mos i lejoni të lypin këtë ditë. Po, bile ditën e Bajramit më kanë qetë fukarat, e ka falë namazën e sabajt, ka shku në shtëpi, e ka nxjerr sadakatul fitrën, pastaj është kthy prapë për me falë namazën e Bajramit, edhe fukarat s'kan dalë me lypa ditë, për arsye se veç i kanë marrë dhuratat vitrat e veta, po. Nëse vënon sadakan e fitrit, lejohet, edhe pse të shpejtuarit është më e mirë. Autori thot, pastaj drejtohej për në xhami. Shkuarja për në xhami është e preferuar mustahab që të bëhet në këmbë. Kështu është transmetuar nga pejgamberi alayhis salam. Po, për ato që ka mundësi, normal, nëse është shumë larg, jo. Po. Gjatë rrugës nuk e këndon tekbirin me zë, sipas Imam Ebu Hanifes. Pra, tekbiret, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Këto tekbire, sipas Ebu Hanifes, jo me zë, por në vetes se cili thot, po. Imam Ebu Jusufi dhe Imam Muhamedi thonë, e këndon tekbirin me zë duke llogaritur kurban Bajramit. Pra, ka transmetime në Kurban Bajram që ka thonë me zë, por në Fitr Bajram nuk ka transmetime. Sipas Ebu Hanifes, masis ka transmetime në Fitr Bajram, atëre bëjmë këtë në heshtje. Atje ku ka transmetime bëjmë me zë. Por këta dy nxënësat e vet, Allah i mëshiroft të gjithë, kanë thonë jo. E bëjmë krahasimin e njëjtë. Pasi atje me zë, atëre bëjmë edhe këtu me zë. Do ta shohim edhe te Kurban Bajrami, po. Argumenti Imam Ebu Hanifes është transmetimi se vërtet Ibn Abbas si ditën e Fitr Bajramit kishte dëgjuar njerëzit duke e kënduar tekbirin. Andaj i tha udhëheqësit të tij: "A e ka bërë tekbirin imami?" Tha jo. Tha: "A janë çmendur njerëzit?" Gjithashtu Ebu Hanifja mbështetet mbi faktin se dhikri duhet të bëhet pa zë, kurse hadithet që janë transmetuar për tekbire me zë kanë të bëjnë me Kurban Bajramin dhe ngelin argument vetëm për të. Para namazit të Bajramit nuk falet namaz nafile, sepse një veprim të tillë nuk e bënte pejgamberi alayhis salatu wassalam, edhe pse ai tregon të kujdes të veçantë për namazin. Transmetohet nga Aliu radhiyallahu anhu se ai kishte dalë në xhami dhe kishte pa njerëzit duke u falur. Në xhami jo, në musalla vend falje, se Bajrami nuk është falë në xhami, po është përkthim ndoshta i gabum ose i pa qëllimshëm, do të ishte më mirë me përkthy në namazxha. Delte në namazxha, domethënë, po. Transmetohet nga Aliu radhiyallahu anhu se ai kishte dalë në namazxha dhe kishte pa njerëzit duke u falur, e tha: "Çka është ky namaz të cilin nuk e kishim në kohën e të dërguarit të Allahut alayhis salatu wassalam?" Po. Autori thot: "Koha e namazit të Bajramit është pas ngritjes së diellit drejt zenitit." Drejt zenitit? Drejt zenitit, a? Po. Pastaj vlerësohet? Është pas ngritjes së diellit drejt zenitit. Po. Jo, është përkthim gabim. Waqtu salati min irtifa'i shamsi ila zawaliha. Këtu i ka caktu jo drejt. Mirë, kur është përfundimi sipas atij? Autorit jo, kërkon. Kur është përfundimi? S'ka cek. Këtu në arabisht është vakti namazit të faljes së namazit vitrit është fillimi i tij është prej momentit kur lind dielli, pas 20 minuta mas lindjes, që është edhe namazi duhas, që atëherë fillon deri kur? Deri në zenit. Deri në zenit. Pra domthon prej lindjes diellit deri në zenit. Që është koha që falet Bajrami, mund të më falë në 8, mund të 9, mund të 10, 11, zeniti deri kur vazhdon 12. Ama jo më thonë, që ka thonë edhe njerë? Koha e namazit të Bajramit është pas ngritjes së diellit drejt zenitit. Drejt zenitit, jo, deri në zenit. Se tash do ta shohim se ka ndodhur një herë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kalu zeniti, edhe se ka fal Bajramin. Çka ka bë? I ka ik koha. Çat ditë e ka fal nesrit. Këtu do të shohim se e ka fal nesrit, domethënë i ka ik veç koha, se ti në zeniti, domethënë kaloi koha. Pra fillimi dhe fundi këtu është përmend, deri në zenit është për qëllim. Nëse po. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po. Vlerësohet kështu nga se vërtet pejgamberi alayhis salatu wassalam u kishte falur njerëzve Bajramin kur dielli ishte ngritur sa një shtis ose 2 shtiza. Pra, 15-20 minuta deri në 40 minuta, se një shtiz pak a shumë vlerësohet në bazë të leximeve që më ka rënë me analizues, nuk 15 minuta, 20 minuta një shtiz, domethënë sa një shtiz kur quhet kështu qaid rumh
është për qëllim 15 deri 20 minuta. Allahu alem, aty pare, po. Në rastet kur dëshmuan tek ai për hënën e re, pas kalimit të diellit nga zeniti, namazin e Bajramit e falte ditën e nesërme. Apshe, e ka falë ditën e nesërme, se i kanë thonë, kanë dëshmu që e kena pa hënën e re, dhe më thonë, nuk është Ramazan, sot s'është Ramazan e Rasulullah, pse e kena pa pram hënën e re. Kur i kanë tregu, sipas këtij argumenti, i kanë tregu, dhe më thonë, mas i ka kalu zeniti, atër nuk e ka falë qatë ditë mos, veç ka kalu koha e Bajramit. E nëse do t'i kishte ngelur kohë, nuk do t'a vënonte atë. Autori thot, imami u afal njerëzve 2 rekate, duke marrë tekbirin fillestar e pas ti 3 tekbire. Pastaj lexon surën El-Fatiha dhe 1 sure. Pastaj merr tekbirin e shkon në ruku dhe fillon rekatin e dytë me leximin e surës El-Fatiha, pastaj merr 3 tekbire dhe të katërtin për në ruku. Mirë, e kuptum që falet? Allahu Ekber, lidhën durt, na kena mësu me dhejben Hanefi, subhanek Allahumma. Pasaj merën dhe 3 tekbira, Allahu Ekber, duke ngrit durt, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Edhe pasaj lidhën durt, edhe lexohet Elhamdulillahi, pra Fatiha edhe sureja. Mes tekbirit, për shembull Allahu Ekber të parit edhe këtyne 3 tekbireve, i pari po konsiderohet tekbiri fillestar. Pasaj 3 tjerë, që dhe 3, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sa du të me pas mes tyne, ka përmend, paka shumë do të ashojmë ato tjerë, sa dhe me thonë, 3 herë me thonë, si me thonë Subhanallah, ose Alhamdulillah, ose Allahu Ekber. Sa mundesh me thonë, Allahu Ekber, ke marrë tekbirin e parë, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber dytin, paka shumë qëtë largësi. Pasaj, mas 3 tekbireve, dhe më që janë jashtë tekbirit fillestar, edhe 3 po bëjnë 4. Pastaj i rukus. Pastaj kur qohet për rekatën e dytë, e lexon Fatihan, aty është përmend Fatiha, por duhet të përmendet edhe sureja. Se aty është Fatiha veç e përmendur. Edhe sureja duhet përmendet. Pastaj merren 3 tekbire, edhe pastaj merret tekbiri i 4, i cili është tekbiri i rukus. Pse kështu? Sipas Imam Ebu Hanifes, do ta shohim, për arsye thotë se namazi i xhenazës i ka 4 tekbire. Edhe ki Bajrami do mos secili rekat 3+1, pra 4 tekbira. Po. Kjo është shprehja e Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu anhu, që përforcon ajo që është transmetuar se pejgamberi alayhis salam në namazin e Bajramit mori 4 tekbire. Pastaj u kthye me fytyr ka xhamati dhe tha: 4 tekbire si 4 tekbire të namazit të xhenazës. Ta ibn Mesudi kështu ka thënë, po. Dhe sinjalizoi me gishtat e tij dhe kështu e zbuti paqartësinë e tij. Në këtë rast vërejmë se ka veprim, thënie, sinjalizim dhe vërtetim. Sipas Imam Ebu Hanifes, qetësia mes tekbireve është sa të thuhet 3 herë Subhanallah. Autori thot, gjatë marrjes së tekbireve të Bajramit i ngre duart deri te veshët. Ashtu siç kemi përmendur më parë. Autori thot, pas namazit imami mban 2 hutbe në të cilat u mëson njerëzve dispozitat e sadakatul fitrit. Transmeton Ibn Omeri radhiyallahu anhuma se vërtet pejgamberi alayhis salam ligjëronte pas namazit. Mbante 2 hutbe dhe i ndante mes tyre me një ulje, ashtu siç vepronte ditën e Xuma. Ngjashëm vepronte edhe Ebu Bekri dhe Omeri radhiyallahu anhuma. Duhet të autorizohet dikush që të afal namazin e Bajramit atyre që janë të sëmur dhe me arsyetim që nuk mund të dalin në xhami për të falur Bajramin. Ashtu siç kemi transmetuar nga Aliu radhiyallahu anhu, por edhe nëse nuk e bën këtë lejohet. Pra, ndoshta ka nevojë pak një sqarim. Tu kemi thonë se Bajrami falet në mosalla. Përkundër e morëm vesh se Gjumaja falet në xhamin kryesore të qytetit ose 3 xhamia të qytetit, s'është më rëndësi. E analizuam javën e kaluar. Ktu kemi domethënë Bajrami dalim kret komuna del, po thamun komuna me gjuhën e sodit, del në një vend të përbashkët falet Bajrami. Lësë Allah që ta bëj këtë sunet edhe të në vendet tona. E tash. Mirë, po ka në përkatunën e për vendet larta që s'mujnë me faljen disa fshatrat më dhaj, që me bo, imami si pas këti verzioni ose kësaj fjalije, duhet me përcaktu udhëheci një imam që shkon në ata xhamiat e që aty në vendeve që njerëz të cilët s'mujnë me ardh, mu mbledh aty në qendër për shkak të smundjeve tjera, aty në më fal Bajramin në ato vende ku janë. Të nan, sot nuk është e nevojshme kjo, për arsye se
në se cilin fshat, në se cilin qytet falet bajrami vetë. Po. Autori thot, nëse dëshmohet për shikimin e hënës së re, pas kalimit të diellit nga zeniti, bajramin e falin ditën e nesërme, e nuk e falin më pas kësaj dite. Vlerësohet kështu nga se ky është namazi i Fitr Bajramit dhe e ka ditën e veçantë kur duhet të falet. Pra, vetëm për Fitr Bajramin, sipas autorit vlen kjo, për Kurban Bajramin jo, sepse Kurban Bajrami ka 3 ditë e veta, edhe sipas një versioni që do të përmendet 4 ditë e veta. Po. Andaj duhet që të mos bëhet kaza. Mirë po kemi vepruar kundër asaj. Në bazë të asaj që kemi transmetuar nga i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam, që e kishte bërë kaza ditën e nesërme. E pas këtij veprimi çdo gjë ngel në vendin e vet. Pra nuk bëhet kaza në ditë të tjera. Mirë. Pra, është transmetuar, pra për çef Kurban Bajrami bën mulan mu fal ditën e dytë. Tash kena më mësu. Fitr Bajrami jo, nuk bëhet nuk lihet për çef. Përveç nëse ka arsye, x arsye, i ka ikë për shkak të kohës, se ka ditë që sot Bajrami ka marrë vesh me vonesë, mas i ka shku dielli ka kalu zevalin. Atër falet ditën e nesërme me arsye, po lejo ka se pejgamberi pas ka fal ditën e dytë. Por tretën e tjerë jo. Tretën jo, lejohet me arsye. A për çaf jo, sepse vetëm ditën e parë, dita e dytë është kaza, kompenzim. Atë Kurban Bajrami ban edhe për çaf, ditën e parë, dytën, tretën, një sikurse kurbani. Po. Se kurbanin ban me lënë ditën e dytë me prej, ditën e tretë, po, ditën e katërt. Mustahabet e Bajramit. Autori thot, mustahabet e Bajramit. Mustahabet e Fitr e Kurban Bajramit, duhet më konë kështu. Po. Yustahabbu fi yawm al-adha ma yustahabbu fi yawm al-fitr. Është e preferuar për ditë Kurban Bajramit, ato gjërat të cilat janë të preferuara për Fitr Bajram. Vazhdo, a është përkthimi? Po. Autori thot, ditën e Kurban Bajramit është e preferuar mustahab gjithçka që është e preferuar edhe në ditën e Fitr Bajramit. Pra, domethënë tash jem të folëm njerë për Fitr Bajramin, tash kalum tek Kurban Bajrami. Po. Duke filluar nga pastrimi, larja, parfumimi, misvaku e deri te veshja rrobave më të mira. Me përjashtim se në ditën e Kurban Bajramit e vënon ushqimin deri pas namazit. Kjo vërtetohet me transmetimin se vërtet i dërguari Allahut ditën e Kurban Bajramit nuk hante asgjë, derisa kthehej nga namazi i Bajramit e pastaj hante nga mishi i kurbanit të tij. Autori thot, gjatë rrugës për në xhami këndon tekbiret me zë, sepse kështu vepronte i dërguari Allahut. E kur të mbëri te xhamia e ndërpret tekbirin me zë. Thuhet kur të filloj imami me namazin, atëherë e ndërpren këndimin e tekbireve me zë. Pra, ose deri kur mrin te xhamia, te musalaja, te namazgjaj, ose deri kur imamit bëhet gati për namaz. Autori thot, namazi Kurban Bajramit falet ngjashëm si i Fitr Bajramit, ashtu siç e shpjeguam më parë. Autori thot, pastaj mban 2 hutbe, ashtu siç e shpjeguam më parë, ku njerëzve u mëson dispozitat e kurbanit dhe tekbirin e teshrikut, për shkak se njerëzit kanë nevojë për këto rregulla. Autori thot, nëse Kurban Bajramin nuk e kanë falur ditën e parë, e falin ditën e nesërme ose të pas nesërme. Në këtë rast, arsyetimi dhe mos arsyetimi janë të barabartë. Pra, ndash me arsye, ndash pa arsye, kanë drejt me lënë ditën e dytë ose ditën e tretë, po. Vlerësohet kështu nga se ky është namazi i kurbanit. E ky namaz përcaktohet me ditën e prerjes së kurbanit që janë 3 ditë. Në këtë rast nuk ka dallim se zgjatja bëhet me arsyetim apo pa arsyetim. Tekbiri i teshrikut. Po, tash kemi meselë tjetër, tekbiri i teshrikut, po. Autori thot, tekbiri i teshrikut është Teshrikut është për qëllim të bën tekbiret e Kurban Bajramit, që ka pak ma. E ditëve teshrik, e jamu teshrik janë dita e parë, 2 e 3 edhe 4 deri në perëndim të diellit, po. Tekbiri i teshrikut është Allahu Akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu Akbar. Jo, Allahu Akbar, la ilaha illa Allahu, wallahu Akbar, me vë, wallahu Akbar. Në alesh, apet Allahu Akbar, walillahi alhamdu. Më thonë, njëna është me vë, wallahu Akbar. Po, edhe një, ajt. Po, tekbiri i teshrikut është Allahu Akbar, la ilaha illa Allahu, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Allahu është më i madhi.
Allahu është më i madhi dhe vetëm atij i takon falënderimi. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut, do ta kemi preferuar me përkthy, ashtu që është më sakt, nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut. Po. Ky është medhhebi i Aliut dhe Ibn Mesudit radhiyallahu anhuma. Po, do të thonë kështu është transmetuar nga Aliu dhe Ibn Mesudi, ndonjë transmetim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka përmend autori, por nga Aliu ndoshta këta me hyn detaje ka mundësi që e transmetojnë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë tekbir. Po. Baza e këtij teksti është transmetimi që ka të bëjë me tregimin e therrjes së qurbanit nga Ibrahimi alayhis salam. Tregohet si Ibrahimi a.s. kur bëri përgatitjet për prerjen e qurbanit të birin e tij, erdhi Xhibrili a.s. për t'i sjellë një qurban. Kur Xhibrili arriti në qiellin e kësaj bote, u friksua se ndoshta mos Ibrahimi a.s. po shpejton me therrjen e djalit të tij, andaj bërtiti: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ibrahimi a.s. e dëgjoi zërin e tij, ngriti kokën dhe kur mori vesh se Xhibrili a.s. po i sjell një qurban, tha: La ilaha illa Allahu wallahu akbar. Këtë e dëgjoi qurbani për therrje, Ismaili a.s. dhe tha: Allahu akbar walillahi alhamd. Dhe kjo thënie u bë sunet deri në ditën e Kiametit. Po. Këtë dëgjoi qurbani për therrje, dhabih i thonë Ismailit a.s. dhabih i therruri, do të thonë asaj që është bën jetë për tu therrë. Prandaj e dëgjoi qurbani për therrje, do të ishte ndoshta më mjaftueshme Ismaili a.s. Këtë dëgjoi Ismaili që ishte shtrirë për tu therrë, edhe tha Allahu Ekber walillahi alhamd. Nëse fasara sunet kështu mbeti kjo sunet deri në ditë Kiametit, ky transmetim nuk shënohet të jetë i sakt si historinë nga Ibrahimi alayhi salam, por nga Ibn Mesudi dhe Aliu radhiyallahu anhuma. Po. Vazhdo. Tekbiri të shrikut është vajib që vërtetohet me ajetin kuranor i cili thot: Allahun përmendeni në ditët e caktuara, El-Bekare 203. Pra, sipas autorit, që këto Allahu Akbar, Allahu la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd, mas namazit, në ditët e shrikut është farz, sipas autorit. Do thonë është vajib. Është vajib edhe duhet imami, ai muezini, do të thonë tenar, është muezini, me thonë këto. Po edhe nëse falesh vetë në sunet e tjerë, me thonë, sipas autorit. Po. Thuhet se ky ajet ka për qëllim tekbirin e të shrikut. Gjithashtu, këtë dispozite përforcon edhe hadithi pejgamberit a.s. i cili thot: nuk ka xhuma e as të shrik, e as fitër bajram, e as kurban bajram, përveç se në qytet ku ka xhami. Sham, se kjo nuk është transmetim nga pejgamberi, por është nga Aliu. Po. Et të shrik quhet tekbiri transmetuar nga Khalili dhe Nadr ibn Shumejli. Po, dy transmetues. Khalili nuk është për qëllim Ibrahimi alayhis salam, por dy dietar. Po. E ngjashëm me të, edhe transmetimi nga Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili në fillim e mohoi, por pastaj e obligoi. Tekbiri është vajib, ashtu siç është vajib namazi fitr dhe kurban bajramit. Ky ishte medhhebi i Aliut dhe Ibn Mesudit, kurse kushtet e tjera janë nga medhhebi i Ebu Hanifës. Imam Muhamedi dhe Imam Ebu Jusufi thonë: tekbiri të shrikut është vajib për çdo kënd që e fal farzin, sepse tekbiri pason farzin, andaj obligohen për atë që e kryen farzin. Namaz çdo farzi, po. Kurse sipas mendimit të Ebu Hanifës, ashtu siç e transmetuam më parë, këndimi i tekbireve me z është në kundërshtim me esencën, e në esencë ato bëhen pa z. Allahu xhaleshanehu thot: luteni Zotin tuaj të përulur e në heshtje. El-A'raf 55. Pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thënë: dhikri më i mirë është dhikri në heshtje. Sepse transmetimi nuk është i saktë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka një këta, ka ndërprerje mes një transmetuesi tjetër, përmend se Sadi, Ibn Abi Lebiba ose Lubejba Abdurrahman është edhe i dobët, po edhe nuk e ka ndëgjuar nga Sadi. Të më thonë si hadith nuk është i saktë kjo që dhikri më i mirë është ai në heshtje. Ebu Hanife po thotë, do të thonë që mas namazeve ky dhikri Allahu Akbar me thonë secilin vete. Kurse nxënësat e tij po thonë me thonë me za. Po. Sepse dhikri në heshtje është më larg mendje madhësisë. Po. Suneti transmeton se tekbiri bëhet me z pas farzeve, me këto cilësi që i përmendëm. E pas kësaj mbet në esencë, pra fshehurazi.
Gjithashtu tekbiri është vajib edhe për femrat, nëse falin farzin pa burrat, edhe i musafirëve, nëse falen pas atyre që janë vendas, në mënyrë për t'i ndjekur sepse ata ndjekin vendasin. Pra, nëse është të falë një musafir, atëherë dhe më thonë, nëse gjemati i xhamisë po bëjnë tekbir Allahu Akbar, me zonë, si pas këtij transmetimi, edhe ai duhet më konë bashkë me ta, me bo tekbir, për arsye se është i ndjek ata atë xhamat. Po. Autori thot, tekbiri të shrikut fillon pas namazit të sabahut ditën e Arafatit dhe vazhdon deri pas namazit të ikindis të ditës së parë të Bajramit. E ato janë 8 namaze. Po, dhe më thonë, kur fillon tha? Pas namazit të sabahut ditën e Arafatit. Dhe më thonë, jo namazën e sabahit, po mas namazit. Pse? Se masit lind dielli, natën e Bajramit. Që e bjen për drek, ikindi, akşam yatsi, natën e Bajramit. Po ashtu ditën e Bajramit, po thot, 4 vakte. Që i bjen të gjitha 8 vakte si pas ti, themani salavat, dhe më thonë, 8 namazë, mirë. Ose edhe lexo edhe një herë. Tekbiri të shrikut fillon pas namazit të sabahut ditën e Arafatit dhe vazhdon deri pas namazit të ikindis të ditës së parë të Bajramit, e ato janë 8 namaze. Mirë. 4. Ditën e Bajramit, sabah, dreka, ikindia. Veç nëse ka për qëllim se i bjen deri mas qibes salat el asr, deri mas ikindis i bjen 7 namaze. Po këtu nëse e shtin edhe namazën e Bajramit, atëherë 8 i bjen. Sipas mendimit të parë, se tash do ta shohim se a ka edhe mendime tjera, po. Sipas mendimit të Imam Muhamedit dhe Ebu Jusufit, tekbiri vazhdon deri ditën e fundit të ditëve të teshrikut, e që ato bëjnë 23 namaze. Ky është medhebi i Aliut, Allah qoftë i kënaqur me të. Medhebi i tij dhe medhebi i Ibn Mesudit përforcojnë mendimin se tekbiret në esencë bëhen në heshtje, ashtu siç e shpjeguam më parë. Thuhet se fetvaja në medheb jepet sipas Ebu Jusufit dhe Imam Muhamedit. Mirë. Do të thonë, këtu thanë 23 namaze. Thalatha wa ishrun, po, 23. Tash cilat janë 23? Dita e parë e Bajramit, 5 namaze. Dita e dytë e Bajramit, 5, bëjnë 10. Dita e tretë, 5, 15. Edhe dita e katërt, 15, 3, 18. Edhe natën e Bajramit, dhe më thonë 18 edhe 4, dhe më thonë dreka, iqini, akşam edhe yatsi. Pi vjen 23. Këtu dhe më thonë nuk e përmen, 22. 18 edhe 4, edhe Bajrami 23. Po, dhe më thonë, kjo është, dhe më thonë, prandaj këtu të na që bon tekbire, deri në iqininin e ditës 4 të Bajramit, dhe më thonë është në rregull sipas kësaj, edhe po thotë والاحتياط فيها الوجوب وقيل الفتوى على قولهما sipas njërit mendim me pas kujdes mos më shtu ibadetet, domethënë veç ditën e parë të Bajramit, mi bë tekbiret, po thotë është më kujdesshme mos më shtu më shumë se çka duhet. Por ka thënë wal fatfa ala qawli ma, edhe pse ulemat e mëdhëbit fatfa në japin në bazë të mendimit të dy nxënësave Muhamedit edhe Ebu Jusufit. Pra prandaj edhe këtu të na veprohet në këtë formë. Me kaq do të përfundojmë namazi i dy Bajrameve për të vazhduar me namazin e frikës.